Zemërimi i brezit Z ka shpërthyer edhe në Indi, pas protestave në Nepal, Madagaskar, Peru dhe Marok, edhe të rinjt indian ka dalë në rrugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Nuk bëhet fjalë për protestat e izoluara, por për një krizë brezash të thellë dhe ekzistenciale, dhe së cilës qeverit duket se nuk po arrin të japin përgjigje bindëse. Në Indi revolta nisi për shkak të korrupsionit, që sipas protestuesve ka kapur deri edhe konkurset dhe testet e pranimit në universitete, procese që përcaktojnë të ardhmen e miliona të rinjve. Situata u përshkallëzua kur gjyqtari i gjykatës së lartë, Surya Kant, i quajti protestuesit buburreca. Kjo deklaratë shndërroi pakënaqësinë në një lëvizje masive. Partia e buburrecave, e krijuar spontanisht në rrjetet sociale, bashkoi virtualisht miliona të rinj dhe u kthye në një sfidë të paprecedent për kryeministrin Narendra Modi, pushteti i të cilit është forcuar vazhdimisht gjatë dekadës së fundit. Shkaku i protestave ndryshon nga një vend në tjetrin, por burimi i zemrimit mbetet pothuajse i njëjtë: shoqëri të bllokuara, korrupsioni i përhapur, mundësi ekonomike gjithnjë më të pakta dhe një klasë politike që shihet si e shkëputur nga realiteti dhe shqetësimet e brezit të ri. Një tjetër element i përbashkët është përdorimi i teknologjisë dhe rrjeteve sociale, terren ku të rinjt lëvizin shumë më natyrshëm se brezat e mëparshëm. Partia e Modit, Bharatiya Janata Party, konsideroi prej kohësh një nga forcat politike më të afta në komunikimin digjital, por këtë herë u përball me një kundërshtar po aq të organizuar në hapësirën virtuale. Në Indi protesta përfundoi me një fitore simbolike. Pas 45 ditësh demonstratash, ministri i arsimit Dhamendra Pradhan dha dorëheqjen. Megjithatë, kjo nuk i zgjidhi problemet që nxitën revoltën. Shkaqet mbeten të paprekura dhe janë shumë të thella se përgjegjësia e një ministri. Papunësia e lartë e të rinjve është një plagë që prek si Kinën, ashtu edhe Indin, dy vendet më të populluara në botë, pavarësisht se kanë sisteme politike dhe ekonomike krejtësisht të ndryshme. Në Indi korrupsioni është kthyer në simbolin e një sistemi që sipas të rinjve favorizon elitën dhe u mbyll dyert brezave të rinj. Pamjet e mira të rinjve që protestojnë në New Delhi nuk mund të konsiderohen thjesht një episod kalimtar. Edhe në Shqipëri, i ashtu quajturi revolucioni i flamingove, lindur pas kundërshtimit dhe ndërtimit të një projekti turistik në një zonë të mbrojtur, është bërë simboli i rezistencës kundër korrupsionit dhe vendimarrjes që shpërfill interesin publik, shkruan Le Nouvel Obs. Në këtë panoram nuk mund të injorohen as kërcënimet e tjera që rëndojnë mbi brezin e ri, kriza klimatike, pasiguritë gjeopolitike dhe përparimi i shpejtë i inteligjencës artificiale, një teknologji që ngjall njëkohësisht shpresë dhe frikë. Do të ishte gabim të mendojë se kjo val pakënaqësie prek vetëm vendet në zhvillim, edhe demokracitë më të pasura dhe më të konsoliduara e kanë gjithnjë më të vështirë të japin përgjigje shqetësimeve të brezit të ri. Diskursi politik shpesh mbetet sipërfaqësor dhe i paaft për të rikthyer besimin e të rinjve, të cilët ndihen të bllokuar përballë një të ardhmeje të pasigurt. Të jesh 20 vjeç në vitin 2026 nuk është e lehtë, pavarësisht vendit ku jeton. Rrallëherë brezat e rinj janë përballur me një kombinim kaq të madh pasigurish klimatike, gjeopolitike, ekonomike dhe teknologjike. Populistët dhe demagogët përfitojnë nga këto frikra, por kur marrin pushtetin, rrallëherë arrin që të ofrojnë zgjidhje reale. Brezi Z ka energjinë e moshës dhe zotron mjetet më të avancuara të komunikimit, por ende nuk ka ndërtuar një projekt politik alternativ. Pak para ngjarjeve të majit 1968, gazetari francez Pierre Vincent Pontet shkruante se Franca po mërzitet. Të rinjtë e sotëm nuk po përjetojnë mërzi, por ankth dhe pasiguri. Nëse politika nuk arrin t'u japë përgjigje sfidave të kohës sonë, zhgënjimi i tyre mund të shndërrohet në një val trazirash, të ngjashme me ato që kanë shënuar periudhat më të trazuara të historisë moderne.